Juan Sebastian Veron nga këndi. Lojtari me më shumë deshje në përfaqësuesin e Argjentinës. Topi në rëmundje, kjo goditje me kokë, me 3 këndës nga shkuar, shmokohet rezultati, shënon ai, që më pak pritet. E mba shumë lartë mbrojtja në Italia. Si në rëmundje, kjo të vim, në rjetë është ndalur, shmokohet rezultati, shënon Paraguay 1-0. Tek portieri në Barasim 1-1, Barasim 1-1, Daniele De Rossi, gafe mbrojtjes, barazon Italia. Rrezikon këtu, dhe dorëzon topin. Kiste postin qendër, eto, goditja Rjeta, shënon Kameruni, Samuel Eto. Gjatë, dhe i bukur topi, shkoni sa i mirë pasimi. Jakobsen topi rrezikshëm, 1-1, Niklas Bendtner. David Villa, këto çaj, i del driblimi i parë. Qojmë në një tjetër, David Villa, provon vetë dhe ka quar në rrjet topin për një aksion spektakular, një gol të mrekullueshëm, shënon Spanja. David Villa, shansesh për ta, goditja, topi në rrjet, 2-0, David Villa. Rëmundje kjo goditje, e këtu, topi është në rrjet, 1-0. Merci. Qojmë. Edhe njerë Merci, tjetër driblim, mund të provoj tani goditja. Dhe shpëton porta, Palermo në rrjet topi, 2-0 Argentina. Topi gabuar, ka mundësi goditja, në rrjet është topi. 1-0, Robert Vitek, shënon Slovakia. Përsëritet kapiteni i Slovakëve, 2-0, shënon përsëri Slovakia, Robert Vitek. Quinta, Quagliarella, portash poshtë, shojmë tani, më në fund shkon në rrjet topi, 10 minuta shpres për italianët. Quinta. Portieri Slovakëve ka mundësi, portash poshtë, 3-1, Kopunek. Dhe kanë zënë hapësirën, Quagliarella, po provoj ai, goditja, parapër, në rrjet, fantastik, i çmandur ky gol.